Koalicioni kundër drogave zhvilloi një takim me të rinj dhe të rejat në bibliotekën Marin Barleti Shkodër në funksion të rritjes së mëtejshme të ndërgjegjësimit kundër përdorimit të substancave narkotike. Duam të sensibilizojmë të rinjt, por edhe krejt komunitetin e Shkodrës që t'i thonë jo përdorimit të substancave narkotike. Duket që është një problematikë që vazhdon edhe sa vjen të zgjerohet. Dëshirojmë që me dhënë një kontribut pozitiv në eliminimin e këtij fenomeni. Ne po shohim një sukses të jashtëzakonshëm tek ata individ të cilët vinë me një dëshirë, jo me vullnet, por me një dëshirë për të shkëputur një herë dhe përgjithmonë nga drogra si kokaina, metadoni, hashashi apo çfarëdo lloj varësie tjetër lidhur edhe me alkoolin apo me lojrat e falit. Ne po shohim familje që po transformohen, po shohim individ që po reintegrohen në shoqëri dhe po shohim familje që po ribashkohen edhe po kanë një jetë jo vetëm pa varësi, por një jetë të plotë dhe me integritet. Andrea është një nga të rinjt e rehabilituar i cili ka dhe një mesazh për të rinjt. Diku kam qenë i varur për 7 vitesh nga kokaina dhe hashashi dhe sot jam i lirë për fakt se besoj në Zot dhe kam marrë të dëshmoj për jetën time se çfarë Zoti bën në jetën time. Koalicioni kundër drogave përbëhet nga përfaqësues të shërbimeve sociale, të policisë, shëndetësisë, të rinisë dhe shkollave, të organizatave jo qeveritare dhe të tjerë.